Parregullësi të tjera në pjesën e Kosovës qendrore dhe lindore nuk ka, përjashtimisht në pjesën veriore ku kemi të bëjmë me komunitetin serb i cili është duke votuar si zakonisht në mazë jashtë rregullave zgjedhore, mirë po mbetet të shihet nëse ky proces do të ketë ecuri të mirë apo mund të ndodhë ndonjë ekses, duke pasur parasysh që atje tensionet janë më të larta dhe që interesimi i qytetarëve nga komuniteti serb për të votuar në mazë dhe në mënyrë të organizuar ka qenë gjithmonë tendencë Beogradit për të krijuar situata jo të favorshme dhe për të prishur procesin zgjedhor. Në anën tjetër, në pjesën tjera të qyteteve të Kosovës, në 37 komunat e tjera, procesi është duke shkuar mirë dhe çdo gjë është në rregull. Ajo që vlen të ceket është që kemi votimin e kryeministrit në detyrë Albin Kurti dhe presidentës së vendit Vjosa Osmani, ku këta të dy kanë bërthirrje që të ketë votim masiv të qytetarëve për të vendosur për jetën e tyre nëpër komuna në mënyrë që të kenë mundësi pastaj të kërkojnë llogaridhënie dhe jo të mos dalin në votim, të mos jetë pra opsioni mos votimit, por të dalin dhe të zgjedhin kandidatatin e tyre për kryetar të komunave. Sigurisht janë Albin Kurti dhe Zonja Osmani kanë deklaruar më herët se Serbia po fut duart në proceset zgjedhore, kanë kërkuar edhe ndihmën vëzhguesit e komunitetit ndërkombëtar. A ka patur ndonjë vëzhgim apo a ka patur ndonjë reagim nga ndërkombëtarët sa i përket këtij shqetësimi të ngritur nga kryeministri dhe presidenti? Deri më tani nuk ka pasur reagim, mirë po kemi vëzhgues nga OSBE-ja dhe Bashkimi Evropian që monitorojnë procesin zgjedhor dhe që tashmë janë të akredituar. Kemi vëzhgues të organizatave jo qeveritare në Kosovë dhe të medjave po ashtu në secilin vend votim dhe në këtë formë ata pastaj dalin me deklaratat e tyre, mirë po ndoshta është ende herë dhe ende nuk kemi një reagim karshi deklaratave të zotrit Kurti dhe zonjës Osmani. Ndoshta nuk preferojnë të flasin për të mos përquar pastaj ndonjë mesazh jo të duhur dhe të ngritën tensione karshi zhvillimeve gjatë ditës së sotme. Gjithmonë Bashkimi Evropian dhe OSBE-ja dalin me deklarata vetëm pas përfundimit të procesit zgjedhor dhe mbylljes së qendrave të vendvotimit. E qartë, po sa i përket gjithashtu edhe këtij procesi zgjedhor është mjaft i rëndësishëm, kujtojmë që edhe për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit kanë dështuar disa seanca dhe apo cilësohet ky proces zgjedhor si edhe një etalon matës sa i përket besimit ndaj qeverisë Kurti apo mund të shihet edhe qoftë si një lëvizje për ndryshim? Në fakt, përveç si një lëvizje për ndryshim nëpër komuna të ndryshme ku shumë qytetarë kanë qenë jo të kënaqshëm me punën e kryetarëve në 4 vitet të shkuara, po shihet edhe si një simace për rezultatet e nënshkurtit, duke pasur parasysh që nga nënshkurti ne kemi vetëm këtë të premte që arritëm të konstituojmë Kuvendin e Kosovës dhe një blokadë disa mujoshe të institucionit më të rëndësishëm në vend siç është Kuvendi i Kosovës dhe edhe ne nuk kemi një qeveri e cila mund të udhëheqë me kompetencat e plota, jemi në një qeveri në detyrë e cila i ka kompetencat e kufizuara për të marrë vendime të ndryshme në lidhje me çështjet politike në vend dhe jo vetëm. Prandaj këto palëzgjedhje janë vendimtare për të kuptuar nëse kjo qeveri mund të arrijë të konkludohet dhe të realizojë misionin e saj siç ka fituar në nënshkurt apo do të kemi sërish zgjedhjet e mundshme në dhjetor ose në fillim të vitit 2026. Sigurisht, opozita ka kërkuar zgjedhje parakohshme. Mund të shkojmë sërish në zgjedhjet e parakohshme nacionale po flasim, sepse zgjedhjet komunale mund të vendosin pastaj renditje të re në mënyrën e përgjithshme të partive politike, mund të kemi ndryshim demografik të fituesve, të mos jetë më vetvendosja në të përgjithshme, po të jetë ndonjë parti opozitare, PDK-ja ose LDK-ja, të cilat këto kanë më shumë edhe në zgjedhjet e 2021 sa i përket komunave, më shumë komuna në udhëheqje se sa vetvendosja. Mirë po duhet të theksuar se vetvendosja ka disa nga komunat më qendrore të Kosovës që i udhëheqën në këto 4 vitet që shkuan.